Të shihni gjëra të frikshme. Kongresi kërkon publikimin e 46 videove sekrete me UFO. Një zhvillim i posaçërt ka mbërthyer Shtetet e Bashkuara ku ligjvënësit po kërkojnë publikimin e 10 videove sekrete ushtarake që lidhen me objekte fluturuese pa identifikuara UFO. Sipas raportimit të New York Post, anëtarët Kongresit Amerikan kanë bërë presion te Departamenti i Luftës që të publikojë 46 video të klasifikuara, të cilët besohet se përmbajnë pamje të posaçënta të pashpjegueshme. Kërkesa është udhëhequr nga kongresistja Ana Paulina Luna, e cila thekson se prania e fenomeneve ajrore të pa identifikuara pranë bazave ushtarake përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Sipas burimeve që kanë parë materialet, videot përfshin pamje tronditëse duke përfshirë UFO që fluturojnë në formacion mbi gjirin persik, objekte misterioze pranë aeroporteve amerikane, pamje nga sensor termik dhe satelit, madje dhe objekte në ujore të pa identifikuar UFO. Një burim i brendshëm paremëroi se publiku do të shohë gjëra shumë të çuditshme, duke shtuar misterin rreth përmbajtjes së këtyre materialeve. Një nga videot tashmë e publikuar tregon një objekt që lëviz me shpejtësi të menjëhershme në një afërsi që sipas ekspertëve nuk përputhet me teknologjinë e njohur njerëzore. Megjithatë, jo të gjitha fenomenet kanë domosdoshmërisht shpjegim jashtëtoksor. Disa ekspertë sugjerojnë se disa prej këtyre objekteve mund të jenë projekte sekrete ushtarake ose teknologji të avancuara. Kjo kërkesë vjen në një moment kur interesi për UFO është rritur ndjeshëm në SBA. Madje dhe presidenti Donald Trump ka urdhëruar më herët publikimin e dokumenteve që lidhen me UFO dhe jetë jashtëtoksore.